Bismillahirrahmanirrahim. Transmetohet se Abu Bekri radiallahu anhu u taku një ditë me një burr, edhe ai i ofroi Abu Bekrit ushqim. Masi e kryen ushqimin, ky person, pra ky burri, i tha Abu Bekrit, këtë ushqim e kam pas ble me pare që i kom mashtru njerëzit kinë se unë e di të ardhmen, para se mu bo musliman. Atër Abu Bekri u habet edhe kërkoj falet Allahu edhe i vendosi gishtat në gojë e vjelli. Qatë shumë i dha zër, sa veç që si nxeri edhe zort për jashta, pra komplet lukthin. I thanë disa njerëz, pse po jep që kaq siklet kur ti edhe nuk i ke ditë. Edhe s'ki nevojë me thonë, është njëherë ka unë ushqim haram. Ma thonë, pa dije, thotë Abu Bekri, vallaj me ditë se kisha me dek, kish me ndalë shpirti, jo vetë zort, po edhe shpirti. Me qatë ushqim që hongër haram, do të bëja një gjatë tillë e nuk du. Asgjë me metë në vetën time, kur njetë nga harame apo nga ushqimi haram. Ushqimi haram, pija haram, robat haram, janë sebeb për me të nalë bereqetet Allahu Gjeleshanuhu. Janë sebeb kretat të mirat të cilat i banë qaj harami, qaj ushqimi haram, sikur me ti djek, sikur me ti zhduk. Ulemat djetartë e kanë përshkru gjdo punë të mirë që e banë besimtari si një grumull me drum njëra mbi tjetrën. Edhe ushqimin halal, më falni, ushqimin haram, dhe shta me thonë, e kanë konsideru si një fitel ose si një fije shkrepsës ndezur, që vendoset në mesin e qatyne drumve njëra mbi tjetrën, e cila mund t'i djeg që të gjitha, ose si kurse një grumull i madh me pem të shëndosha, aty në mesin e tyne një pem, një kumbull ose një moll e kalbër, e cila i kalb të gjitha tjerat. Duhet më urujt nga ushqimi haram. Shumë njerëz mendojnë që hajtë se po arrit shpejt deri tek risku në forma haram. Ama mos harroni se risku është në qiell. Besimta apo njeriut nuk i vjen ma shumë se sa që është caktuar nga Zoti, absolut. Veç ka me ardhë hisja vetë. Ai do ta merr me halal ose do ta merr me haram, vetë zgjedh. Do në më bohor apo do në me najt faqebardh. Momentin që ushqehet me halal, është rrit me halal, i ka ushqy fëmijët me halal. Nuk ka mundësi me i shku punët prap, me i hub bereqete, fëmijët me i deviju, zakonisht nuk ndodh. Te fëmijët, dy gjërave keni kujdes, edukani marë, si pas islamit, edhe rritni me halal, kur mos u tutni për ta, edukani në rrugë të Zotit, edhe ushqe me halal, nuk ka mundësie, s'ka ka me dal, se në trup, në fizik, është ushqy me halal, edhe përgaditjen ideologjike të ti, apo të saj, edukimin e ka, si pas urnave të Zotit. Nuk ka mundësi, absolut. Është rregull i prerë kja. Njerëzve të cilët ushqen me haram, pinë haram, veshmbathin haram, nuk i pranohen duat, i hub bereqeti, i hub respekti, i hub nurin fytyrë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kritikuar njëri i cili të gjitha sebepet për me u pranu duaja i ka pas. Po megjithatë si nuk i është pranu duaja, se ka pas një sebep të haramit për me u pengu kjo dua. Ka thonë, e ka përshkruar një njeri i cili ka qenë i pa krehur, i pa lar nga udhëtimi i gjatë. Ka qenë udhëtar, edhe kretë sebepet ka bo dua të Allahu, dua. Mja pranu Zotë duan, e udhëtari Zotë ja pranon duan. Po në anën tjetër thot, ushqimin e ka pas haram, veshmbathjen haram. Si mja pranu Zotë duan këti? Pra një për sebepeve që unë bereqetin familje, që shkojnë sanët prap, që s'pranohen duat, është ushqimi, veshmbathja, pra me nga mas haramit. Mjafto me ata që Allahu të ka urnu edhe largo për asaj që Allahu të ka ndalu.
kush lën një haram për hir të Zotit, Allah ka me kompenzu me diçka më të khairit. Kush lën diçka për Zot Zotit, Allah e kompenzon me diçka tjetër. Absolut mos mendoj që ki me hub se more filan punën, nuk bani dallaverën filan punën, nuk gënjebën filan biznese. Absolut. Ka me dal. Allahu xhalla shanuhu ka përmend pejgambert. O ju pejgamber, kulu min at-tayyibat, halin nga halali, nga ushqimet e halal. Edhe bani punë të mira. Do të prej punëve të mira, ti nuk mundesh me bë punë të mira kur ti je të hongër haram. Kur tani jeta jote është ashtë yt, mishi yt, kocka jote, palca jote, është rrit, është të jetu me haram. Nuk mundesh ti me bë vepra të mira, të pengon diçka. Pastaj thot ai tjetri, unë s'po muj më fal. Unë s'po më tërhek namazi, ti normal qysh. Ja ju her Rasul, o ju pejgamber. Hanin nga ushqimet halal, të mira, edhe bani vepra të mira. Pra halali e sjell veprën e mirë, të çon ka vepra e mirë. Keni kujdes, në mesin e vepra të mira, mos e vendosni një fije kasht të ndezur, apo një fije shkrepse të ndezur, që me i kallë me i prish gjitha ato. Kujdes, hani halal, veç, Allah i rujtë.